Ahengu Shkodran, një nga 7 kryeveprat e trashëgimisë shpirtërore të vendit tonë, ka shënuar një tjetër moment të rëndësishëm, një libër që përmbledh 514 këngë të tij, duke përfshirë edhe variantet e tyre, është promovuar së fundmi në bibliotekën Marim Barleti. Puna e gjatë kërkimore e autorit Farid Djepaxhia prej 40 vitesh është konkretizuar në përmbledhjen Këngë të Ahengut Shkodran. Në këtë rrugtim, pasionanti Shkodran ka patur bashkëpunimin e ngushtë të nipit të tij, të ndarë nga jeta, Esmerald Djepaxhia, i cili ndihmoi në transkriptimin e këngëve të Ahengut. Ky libër ka diçka të veçantë që ka historikun. Janë këngë komplet. Ka këngë 30 strofa, 40 strofa, 50 strofa. Nuk nohet kënga 50 strofa. Pa historia do të mos u. Libri i promovuar së fundmi përbën një pasuri për fondin e Ahengut Shkodran, pasi është i vetmi që sjell një numër kaq të lartë të këngëve të shkruara. E veçanta qëndron në faktin se ato janë të shoqëruara me emrat e autorëve të tyre. Ky është një butim i teksteve që është pasuria më e madhe që është mbledhur deri më sot për këngë. E besoj që është një mundësi e mirë për gjithë ahengjit, për gjithë muzikantët, për gjithë institutet që merren me studimin e ahengut, që të gjejnë krahasimet e tyre, sepse ky ka disa gjëra që edhe vetë si specialist nuk i kam hasur në për këto libra të tjerë. Biseda të ftuarve të panelit, në mesin e të cilëve edhe kompozitori Zef Çoba, u përqendrua në vlerën dhe rëndësinë që përcjell ky botim në dokumentimin e Ahengut. Aktiviteti promovues u shoqërua dhe me interpretimin muzikor të disa prej këngëve më të veçanta të kësaj pasurie shpirtërore.